Në fshatin Strelc të komunës së Deçanit është mbajtur aktiviteti humanitar Strelci dhuron gjak, një aktivitet që bashkoi qytetarët, aktivistët dhe përfaqësuesit institucional në shenjë solidariteti me ata që kanë nevojë për ndihmë jetike, si dhe për të nderuar heroin e kombit Ismet Ukaj. Aktiviteti filloi në orët e paraditës me omazhe te busti i heroit të kombit Ismet Ukaj në qendër të fshatit Strelc. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, së bashku me përfaqësues të institucioneve lokale dhe organizatave të luftës, vendosi kur ora lulesh tek busti i heroit, duke bërë edhe nderime me 1 minutë heshtje. Përshëndetje, kisha dash 1 minutë dërim për heroin ton Ismet Ukaj. Lavdi. Pas homazheve, u mbajt edhe aktiviteti kryesor i ditës, dhurimi i gjakut nga banorët, të cilët u përgjigjen me përkushtim ndaj kësaj thirrje humanitare. 10 qytetarë dhuruan gjak në këtë organizim. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte jo vetëm të ndihmohet sistemi shëndetësor me rezerva të domosdoshme të gjakut, por edhe të kultivohet ndjenja e përgjegjësisë dhe kontributi ndaj shoqërisë. Strelci dhuron gjak ishte më shumë se një aktivitet humanitar. Ishte një mesazh i fuqishëm se trashëgimia e heroinëve tanë vazhdon të nderohet jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra konkrete që shpëtojnë jetë. Aktiviteti u mbyll me performancën e artistës së re Adisa Shabanaj, e cila solli një këngë kushtuar heroit Ismet Ukaj.